Avokat, por megjithatë pavarësisht lobimit që ishte lajmi kryesor dje, duket pasdite sikur u sfumua për një moment pas reagimit të Richard Grenellit, edhe të djalit të Trumpit, sipas tyre për një fake news të shpërndar nga media në pronësi të drejtorit të komunikimit të zotit Berisha, Alfred Lela, i cili tha që lajmin e kishte marrë nga një media tjetër dhe thjesht e kishte postuar pa pasur mundësi të verifikoj faktet. Por kjo solli një dallgë në Tiranë që normalisht u përdor dhe nga shumica. Nga lavazhierët dhe nga masazhierët e Spakut që kanë ndryshuar rotacionin, që Spaku dikur ishte institucion i pavarur dhe i mirë, po pas arrestimit të Erion Velis na doli i keq dhe tani se dim nga ta lëvizim tani trupin dhe nga të orientohemi, po thjesht kemi mbetur në rrugë dhe nuk po gjejmë rrugë zgjidhje. Do të bëj ashtu siç më bëre atë pjesën e mirë të opozitarizmit në kuptimin e kthimit të përgjigjes dhe pyetjes dhe përgjigjes, tani të lutem do të bëj unë pyetje. Unë besoj dhe ti jam i bindur kur flasim privatisht që nuk hajmë barë. Dhe dim të vëllallojmë dhe sapunin dhe djathin. Tani, një drejtor partie vën në alarm një Grenell, vën në alarm një fëmijë të Trumpit. Tani du kujdesin tënd. Si të sinjalizoj ky individ, këta individ për të përgënjështruar diçka që ka ardhur nga Lela. Pikrisht për këta të dy. Dhe çfarë fitimi ka qenë për Lelën reagimi i Trumpit dhe Grenellit kundër Edi Ramës. Pse kundër Edi Ramës? Sepse ti e din, vetë gazetari je, që një lajm i cili mashtron nuk ka nevojë pse të përgënjeshtrohet, sepse është gënjeshtër. Po pse duhet u aktivizonte fëmia e Trumpit, djali i tij dhe Grenell, me një koment të një zyrtari që ka ndonjë vlerë në kuptimin politik të madh, se nuk ka kandiduar për deputet dhe nuk ka një funksion të lartë shtetëror. Po është drejtori i komunikimit i as roje është, jo drejtor, roje. Çfarë do thotë? Që i bërë ngolin Edi Ramës, por tani lavazhierët e Spakut dhe montazhierët dhe masazhierët dalin në përkultuqe dhe thojnë këtë gjë. E pa ju? Tentativ thamë që Rama kërkoi me lutje familjen Trump, nuk u arrit. Mërti, ishte kurth që gjithë këta të merren me një lajm i cili në realitet është një lajm i vërtet, por normalisht duhet të reagonte. Po kush? Rast do të reagonte Gylseni, për qytetarët shqiptarë s'ka lidhje fare kjo gjë. Dylberi po ashtu njësoj, një qytetar i thjesht po ashtu njësoj, një gazetar, një artikull ndërkombëtar, s'do kishte fare efekt. Por reagoi kush? Fëmia e Trumpit dhe Grenell. Për një reagim ose për një publikim shiko tani, loja më e bukur. Në publikim në mediat e Alfred Lelës. E kupton ku jemi. Jo në website-in ose në portalin e X-it që CNN, BBC edhe portalet famshme ndërkombëtare kanë nxjerrur këtë lajm. Pra është një tregues i qartë që administrata Trump, edhe sikur të jetë gënjeshtër, edhe sikur të jetë e vërtet, nuk ka komunikim me Edi Ramën. Dhe kjo gjë u përforcua dhe u vërtetua nga Grenell dhe nga fëmia e Trumpit, që thanë, edhe sikur të kishte ndodhur, sikur ne nuk kemi lidhje me këtë gjë. Që do të thotë, ne s'kemi qenë kurrë në kontakt. Dhe bie teza e Edi Ramës që thotë, unë po i jap Sazani se ma kërkuan. Sazani është firmosur në fund të vitit. Por edhe firmosur edhe kompania që e ka, lere histori tjetër, aty i shallet futet Spaku ta shikoj.